27 nëntor. Në Amerikë është festa e falënderimeve, Thanksgiving. Jam kthyer në qytetin tim New York mbas një vizite në Tiranë. Natyrisht që sa herë që vin në Tiranë, mbushën, një oraritetin nga afër, takoj miq, dhe kthehem përsëri në qendrën time. Rama duket se ka marrë arratin nga logjika dhe frika e Mataharit, njeriut që ndikohet nga Athina dhe Moska, Lubia, ose Rahmetlia, si thot Berisha, e ka friksuar shumë. Ka kaluar tek idet e vrasjes politike. Nuk ka lindur njeri të më vras. Por në zyrë që ai i ri, personi më kriminal ose mbase kriminali i dytë i partisë vet, ka përfunduar me vrasje. Vrasje, atentate politike, vrasje politike, siç pretendon Rama që vrau nanën, ndodhin dhe në Amerikë. Vrasësit Thomas Matthew Crooks, Ryan Ruth, Luigi Magnoni, Tyler Robinson janë emrat e personave që kanë kryer vrasje ose orvatën vrisnin presidentin Trump. Të gjithë kanë jetë përbashkët, janë rritur, kanë funksionuar brenda ambientit të majtës radikale amerikane dhe uekiste. Marim Thomas Matthew Crooks, i cili u përpoq në verë të vriste presidentin Trump dhe arriti një cifër në veshin e tij dhe ishte momenti që Trump u kthye fitues. Patëm një tjetër përpjekje në Florida nga Ryan Ruth, njëri me probleme mendore, por që mund ta kishte vrarë presidentin Trump. Ai ishte ngjitur me fushën e golfit. Kishte kohë që përgatitej. Dhe në fund kemi Tyler Robinson, personi që vrau Charlie Kirk. Të gjithë ishin të majtë. Pse po e them këtu? Rama e di që e majta të vret. Ajo që ndodhi tek ai rrotullim i vogël të Rinas kishte shumë mesazhe. Ndaj Rama ka kohë, siç ka thënë në një podcast që jam i pakënaqur, njëri pa plotësuar, njëri që vishët si clown, flet si bufon, që mund të ketë pasuri prallore personale deri në $5 miliard të vjedhur nga shqiptarët. E ndjen që është përbarë një kërcënimi të madh nga atentat i Rinasit. Është një paralajmërim dhe për të. Sepse kur ti lidhesh shumë me krimin, krimi nuk lëshon. Nuk është problem niveli i ulët që kanë parlament. Sepse edhe Macroni nuk ka parlament militar. Por ai afron shifra 2 milion, 3 milion, 4 milion dollar dhe ndaj vinë personalitetet të pështira si Kos, ish antare komuniste, e lidhjes komuniste Titos, në lidhje spionazhi me UDB-n. Por Tony Blair është ai që paguhet më shumë, i cili vazhdon të bëj polle për Ramën. Është Blair Lalema, edhe Jorgje Pjepri, Adams, pagesat janë nga 2 milion deri në 4 milion dollar, si shton. Por Altin Dumani duket që ka ndryshuar tërësisht mbas vizitës pit-stop në Washington me administratën e re, e cila duket qartë që nuk është si administrata e Blinkeni, i cili de facto ka qenë numër 1 i presidencës Bidenit. Natyrisht që Rama është futur në kësaj notë, nuk ka ku del. Kryeministra e Bangladeshit e dënuar me pushkatim ka financuar tek Tigri 1, Tigri 2, ku ishte Jurikim e përfshirë, por dhe figura të zhytura në korrupsion nga i gjithë spektri politik shqiptar.
Qëndrimi i administratës amerikane është i qartë. Injorues ndaj Ramës thuajse nuk ekziston. Përfaqësuesja Trump një vetëm kryetarën e grupit, parlamentin, por asnjë takim me Ramën. Rama po i prish stabilitetin Amerikës në Ballkan. Këtu nuk tolerojnë në amerikanët. Dhe natyrisht nuk do të donin dikë që shpërfill demokracinë dhe prek interesat amerikane. Lidhjet e tij me trafiqet e kanë kthyer Shqipërinë në narkoshtet. Në një intervistë që kisha në Euronews, më pyetën që pse po shkon doni Trump kaq ashpër ndaj Maduros, Venezuelës, sepse është përcaktuar si organizatë terroriste dhe Maduro ngacësia del që është kreu i trafiqeve në vend. Janë 4 vende që kryejnë trafiqe: Venezuela, Kolumbia, Ekuadori dhe Meksika. Në Meksik, presidentja nuk është e lidhur me trafiqet, por i toleron, ka frikë nga to. Trafikantët kontrollojnë 1/3 e Meksikës. Zonja, nëse ka frikë, duhet largohet në një post. Nuk mund të bëj kashëllik me presidentin Trump. Maduro is done për këtë administratë. Ndaj janë ofruar trupat ushtarake. Bombardimet të ketë. Mund të ketë ndryshim regjimi. E njëjta gjë dhe trusnia e madhe ndaj Kolumbisë, me Ekuadorin kanë gjetur një gjuhë, me Meksikën po luan Trump me trusninë e madhe të tarifave. Meksika jeton nga miliardet e dollarëve që vinë nga Amerika, nga tregtia që bën, por rreth 60 miliardë janë remitenca që shkojnë në vit nga emigrantët këtu. Pra 2 muaj tarifat forta, Meksika qeveria bie. Ja kam thënë disa herë dhe dua t'jo përsëris, kur Washington Examiner thotë që Rama si Noriega apo si Erdogan both, në qoftë se Rama nuk e kupton mesazhin që ka ardhur nga Amerika, duke shkuar tek personi numër 2 që nuk ka as përvojë, arsim, eksperiencë, me një gjuhë rrugashërie, me një prepotencë, me një vulgaritet, Rama do të kërkoj pazar. Në qoftë se Ramaduro shkon Moskë, Rama mund të ikë në Francë. Dhe deri tani ka kërkuar azil politik foshnjërak tek BE-ja. BE-ja nuk ka asnjë forcë politike dhe ushtarake, thjesht ekonomike. Shikoni si po trajton Trump në bisedimet lidhur me Rusinë. Sikur BE-ja është një fshat i vogël dhe ka drejt. Ka rënje ekonomike, premtimet masive për rritjen e buxhetit ushtarak janë në ëndrrën sirtare, sepse nuk mundet ta bëjnë, nuk e kanë këtë mundësi. Nga ana tjetër, Trump duket se nuk ndryshon nga shkundja që i bën politikës brenda Amerikës, por dhe rendit botror. Zgjuarësia e tij është të thrasë Rusinë tek perëndimi, ta distancojë nga Kina. Mund të arrijë. Problemi për mua është që sekretari faktik i departamentit shtetit është Witkoff, ndërtesaxhi, i paaft, plot gafa, ignorant politik në jashtëm, dhe një figurë e përshtirë si kusht. Rubio qëndron në një drejt përpeshim delikat, sepse ka dhe ai ëndra në mos për president, për zvendës president. Duket që nuk e ka karizmë, nuk e ka fuqinë, nuk e ka forcën. Nuk e pyetën fare për rastin e Dodik, hiç. Absolutisht. Trumpi funksionon me dhe oborrin e njerëzve të afërm të tij. Dhe kryesorja është që persona si Paul Manafort, Lasivita, Wiles, të cilët e njohin politikën shqiptare, dinat e Zagarin, Pupetin e Sorosit, e kanë hedhur helmin tek donin ndaj Trumpit. Ndaj Dumani u bërtrim dhe po shkon drejt tij.
Unë do doja që kryeministri im mos përfundonte si Noriega, të përballet me drejtsinë e vendit tim. Niset nga një dorëheqje, sepse ke vjedhur në mënyrë turpshme për dikë që ka lindur në Tiranë, që përfaqëson të brezin tim, është tejet e turpshme, vjedhje me miliarda dollar. Vetëm buxheti yt zotëri, ose shok i Gramozit, në çmijës që të vuri, e ke 10 miliard dollar. Për 12 vjet janë 120 miliard dollar. Ku janë? Ku janë? Unë isha në Tiranë. Isha në Shqipëri. Mu desh të shkoj edhe në Varrezë atë. Thash, për pak përsova dhe një aksident në nivel që si ke lënë njerëzit të rëzohen, s'kam ku heci. Pik respekti. Pashtu si që ke lënë edhe spitalit. Ndërtime idioteske, fryrje të çmimesh, dhe je parti e majtë. Si mundet një shqiptar i majtë, salaksh, patronazhist? Po, ata vjedhin. Patronazhistët vjedhin. Sepse vjedh Alibaba. Por të mos folur për miliardët e drogës, ku rreth i ngushtë familjari yti del në përgjime kudo. Ky vend i madh nuk toleron hajdut të një vendi të vogël si Rama, kur prekin interesat amerikane. Dikë që shkon me politikën e Beogradit. E mbani mend Ballkanin e hapur. U sfomua që ngeli si Karagjos në vendet arabe. Dhe një foto e tregon si, ju e dini, në një avion që e zotron si avion privat. Tregon që ai është në rakapuj mendore. Tregon që nuk e meriton të kurrë atë vend. Dhe unë, duke takuar miq të mi, kam takuar dhe shumë të majtë, të ndershëm, të cilët thonë kur do hik ky, nuk durohet më. Sepse ti e shkatrove atë parti që është një pasuri për vendin tim. Shqipëria ka nevojë edhe për të majtë moderne. Për një social-demokrati si një të trashë rimak. Pse jo? Si alternativë. Po ti që mendon për vrasje, të do të vrasje Erionka, një mediokër tjetër, Ligavec, apo Lubia, ti vrave që nga Recep Mejdani, Namik Dokle, Bashkim Zeneli, Luajnar Daraga, Maqe Lakrori, Kastrot Islami, Anastas Angjeli, ato të vazhdoj, Ilir Zela, Marko Bello, Indjeri, janë me qindra emra që ishin potencial të të majtës shqiptare. Dhe çfarë more? More taborin e Lubive. Që nga një pastrusë në Greqina e bërë zvëndës kryeministë. Këtë më i keqe është në xhmia moderne. Ajo që ti thua është opozita ime, që vjen çdo vit dhe mbledh si taksidare fitimet e aksionet fsheta këtu në Manata. Bjerni këtu. Si që amorën një të çmendur i sot që shanë dhe Amerikën, në anë ose tjerë, edhe ty. Kur shqiptarë të ndryshëm t'i din bizneset që ke, që nga një supermarket në Brooklyn, nga hotele, shkujton ti, se do në bonxhinë nuk di asgjë. Kujton ti se duke vazhduar, duke dashuruar me vajzën e Sorosit, që u martua me një nga vajzët e Hillerit, ndoni ma do të falë, ma ka thënë ambasadori botën, që e një mirë. Trump nuk falë, ku shorvatet talët me të. Dhe në qofë se ka parë videon dhe bindem që po, fundi ytë do t'jeti të mërshëm. E ke ndorë vetë, të dish të dalësh, të futën kotë në politikë, nuk e meritoj. Daj, mos u mërzit dhe po t'ikësh gjoja kotë. Ti do të mbajsh mend si personi përgjegjës për hikjen e 1 milion shqiptarëve nga vendi i tyre. Ti nuk e do vendin tënd. Nuk ka rëndësi se çfarë mendon, por rëndësi ka çfarë bën. Koha jote ka mbaruar. Opozita mund mos ketë organizim, mund të ketë deputet mediokër, nivelet ulta, po liderin e ka. Është fakt. Distancë shekullore me ty. Ndaj, unë shpresoj dhe besoj. Çdo gjë nis nga këtu. Rama mund të arratiset, mund të arrestohet, për mua do të dalë përpara drejtësisë.
nuk falet kur dikush që mendon që vjen nga një familje intelektuale qytetare që vjen në këto përmasa. Sepse ke vjedhur pensionet, ke vjedhur rrogën e doktorit, mjekut, ke vjedhur munguar për bler një shtëpi për një çift të ri. Ti, lubia jote dhe ndyrësirat që mban nga pas. Ju falenderoj.